Përshëndetje, në këtë video do të tregojmë 2 histori interesante me mesazhe tepër domethënëse. Ju ftojmë t'i dëgjoni. Historia e parë është historia e pastorit. Ka qenë një herë një pastor i thjesht, i qetë që jetonte në një fshat ku fjala e gazetës kishte shumë peshë, po aq sa e Zotit. Ky pastor kishte një gomar. Jo ndonjë kafshë rrallë, por një gomar punëtor dhe besnik që ja lehtësonte çdo ditë punën. Një ditë, nga kureshtja dhe ndoshta pak nga dëshira për argëtim, pastori vendosi ta fut gomarin në një garë. E ç'të shohësh, gomari fitoi. I habitur por i gëzuar, vendosi ta provojë prap. Edhe herën tjetër gomari doli i pari. Gazetat e fshatit nuk mund të rrinin duar kryq. Të nesërmen e mbushën faqen e parë me lajmin e madh. Gomari i pastorit në krye të garës. E gjithë kafenea fliste për të. Disa qeshnin, disa habiteshin, por kishte edhe nga ata që se përtypnin dot. Mes tyre edhe i peshkvi. Skandal, thaj, kjo turpëron kishën. Urdhëroi pastorin që të ndaloj menjëherë me këtë histori të gomarit. Pastori, pa e zgjatur ju bind. Por gazetarët nuk ndaluan. Titujt vazhduan. Dhe kështu fjala gomar u bë lajm i ditës për ditë me radhë. Pastori, për të mos nxitur më shumë zhurmë, ja dhuroi gomarin një murgeshe. Mendoi se këtu do të mbaronte gjithçka, apo jo? Nesërmen, gazetat filluan të shkruanin. Murgesha zotëron një gomar. Gomari fitues. I peshkvi, kur lexon, i natoset më keq. Vjen tek murgesha dhe i thot: "Për hir të Zotit, ma zhdukni atë gomar." Atëherë murgesha ia shet fshatarit për $10. Por nuk mbaron këtu. Gazetat përsëri shkruajnë: Murgesha shet gomarin për $10. I peshkvi i natoset. Dhe një ditë bie nga karrikja dhe vdes. Të gjithë thanë se ishte goditje mediatike. Morali kësaj fabule është: nëse jeton jetën duke u shqetësuar se çfarë thonë të tjerët, komentet, titujt e gazetave, do të përfundosh i lodhur, i mërzitur dhe ndoshta edhe i varrosur si i peshkvi. Ndaj, bëj jetën tënde. Qesh, dashuro, guxo, dështo, provo prap, por mos e vrit mendje për gomarin e të tjerëve. Mjafton të mbulosh tëndën dhe të ecësh përpara, sepse jeta është shumë e shkurtër për të humbur me thashetheme. Shijoje si ta duash, edhe me gomar, edhe pa të. Lapsi dhe goma. Një ditë lapsi i thot gomës: "Më fal." Goma ja kthen: "Për çfarë, miku im?" Lapsi përgjigjet: "Më vjen keq që ti gjithmonë lëndohesh për shkakun tim. Sa herë që unë bëj një gabim, ti je aty pa hezitim për ta fshirë, por sa herë që më ndihmon, një pjesë e jotja humbet. Bëhesh më e vogël, derisa një ditë ti do të mbarosh, dhe kjo më dhemb." Goma, me një zë të qetë, plot dashuria kthen: "Po, është e vërtet, por e di çfarë? Unë nuk e shoh si dhimbje, por si kuptim. Unë u krijova për këtë qëllim, për të qenë pranë teje, për të ndihmuar të rritesh edhe përmes gabimeve, për të fshirë ato që nuk të shkojnë dhe për të dhënë një fillim të ri, çdo herë që ti ke nevojë. E di që një ditë nuk do të jem më, por nëse për sa kohë ekzistoj mund të ndihmoj, atëherë jam e lumtur. Kështu që të lutem, mos e mbaj faj në zemër, mos u ndje keq, sepse unë nuk dua të shoh të trishtuar. Unë dua të shoh duke mësuar, duke u përmirësuar, duke u bërë më i mirë, sepse kur ti je mirë, unë jam e plotësuar." Në jetë, shumë herë ne jemi lapsi, gabojmë, rishkruajmë, fshijmë, por pas nesh, gjithmonë qëndrojnë ata që na ndihmojnë, që na japin një mundësi të dytë, dhe kur ata vetë lodhen, plaken, veniten. Prindrit tanë, goma jetës sonë. Ato fshin gabimet tona pa u ankuar, duke na dhënë një pjesë të tyre çdo ditë, derisa një ditë
ata nuk janë më. Dikush po të fshin dhe ty gabimet e tua, ndërsa ti vazhdon të shkruash jetën. Mos e harro këtë, sepse dashuria e vërtet nuk kërkon asgjë në këmbim, ajo jep dhe nganjëherë zhduket pa gjurmë. Prindrit nuk do të jenë aty për të fshirë gabimet tua, por sa janë, duaj, falenderoj, përqafoj fort. Mos u bëj vonë për t'i dashur ata që të deshën pa kushte. Mos prit momentin kur është tepër vonë, shkruaj jetën tënde me dashuri, që të mos kesh të fshish shumë, sepse ata fshin çdo gjë për ty, tani është koha që ti mbash përjet në zemër. Shpërndaj këtë video, ndoshta dikush ka nevojë ta dëgjojë këtë sot. Abonohu në kanalin ton për tregime interesante.